Ka përfunduar konferenca shkencore ndërkombëtare VAKF-i tek shqiptarët e organizuar nga Instituti për Hollëmtime dhe Studime Islame në kuadër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Për gjatë 2 ditëve, më shumë se 50 studiues nga të gjitha tojet shqiptare të rajoni prezantuan kujtesa të ndryshme rreth VAKF-it tek shqiptarët. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Efendi Tërnava, vlerësoi lart këtë konferencë, duke thënë se fal studiuesve u bë e ditur roli që VAKF-et kanë pasur në shoqërinë tonë. 2 ditë radha të kësaj konference që u mbajt kushtuar vakëve tek shqiptarët, u bë e qartë se roli i vakëve tek shqiptarët ka pasur një domethënie jashtëzakonisht të madhe, kulturore, historike, arsimore, fetare, sociale, e shumë fusha të tjera. Sigurisht që nga kjo shihet se instituti ka zgjedhur një temë jashtëzakonisht domethënëse. Në anën tjetër edhe drejtori i Institutit për Hollëmtime dhe Studime Islame dhe këshilli organizativ i kësaj konference vlerësuan lart kontributin e studiuesve me tema të rëndësishme që shpalosën në këtë konferencë. Nëpërmjet cilave tema shpresoj se do të ringjallet vetdia e popullatës sonë, e qeveritarëve tonë, në gjitha tojet tona etnike, për peshën dhe rëndësinë që e ka VAKF-i tek shqiptarët. Ne gjithsesi do të marrim përvoja edhe nga shtetet mike islame që i kemi prezent këtu, sepse këta kanë shkuar larg në menaxhimin e VAKF-eve, andaj është mirë që edhe ne të përfitojmë nga përvoja dhe praktike e tyre, sidomos nga Katari, Kuvajti, Emiratet dhe Arabia Saudite, veçanërisht edhe nga Turqia. Këto 2 ditë seancave tona nuk do të ishin të mundura nëse nuk do të merrin pjesë parafërsisht 52 studiues në 4 seanca të ndara, ku shqyrtuan teza për nga koncepti, roli i VAKF-eve dhe kontributi i tyre në themelimin edhe të qyteteve, po edhe në mirëmbajtjen e jetës sociale në trevat shqiptare. Studiuesit në fund theksuan se kjo konferencë hapi horizonte të reja në ndryshimin e vakfeve ndër shekuj, duke rikujtuar se shqiptarët, qoftë për njerëzve të pasur apo dhe dietarëve të shuar, kanë lënë pas një trashëgimi të pasur vakfesh. Unë nënvizua se shumë prej tyre i gëzojmë ende sot, ndonse një pjesë është shkatruar për gjatë periudhave të ndryshme kohore.